Vrasja 23 vjeçare shqiptare Ilaria Sula nga ishi dashuri i saj, Mark Samson, ka marrë për masa edhe më të errta. Një nga dëshmitarët kyç, më herë mik i afërt i Samson, ka treguar për sjelljet e çuditshme dhe të dyshimta të këtij të fundit në ditët që pasuan ngjarjen tragjike të ndodhur mes 25 dhe 26 marsit në Rom. Sipas tij, Marku është një përbindësh. Ai shpjegon se e pa Marku një ditë pas vrasjes së Ilarias. Ky i fundit kishte dorën e fryrë dhe të lënduar, por justifikoi duke thënë se kishte përleshur me 2 djemë. Sipas mikut të tij, Marku ishte fillimisht i tronditur, por më pas u kthye në sjelljen e tij normale, që është e kondonte dhe kërkonte shoqëri femrash. Lidhja që ngjallte dyshime serioze ishte se Marku nuk pranoi të largohej nga makina e tij as për disa orë. I sugjerova Marku të linin makinën dhe të shkonim së bashku në shtëpi, sepse duhej të flinte në shtëpinë time, por ai nuk pranoi. Nuk donte ta linte pa pikqyrje as për disa orë. Ishte një reagim i çuditshëm. Ai duket i tmerruar nga ideja e ndarjes me të. Nuk dua ta mendoj që ishte trupi i Ilares në të, mësoi të shprehur shoku i Markut. Nga ana tjetër, në media është përfolur se Marku ka kontaktuar disa vajza në Instagram para dhe pas vrasjes, përfshirë një mesazh më 26 mars. Kjo sjellje ka shtuar dyshimet për ftohtësinë dhe mungesën e pendesës nga ana e tij.